Këshilli i Qarkut Shkodër ka akorduar certifikata mirënjohje për disa gazetarë sportiv, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer në shërbim të sportit dhe sidomos ekipit Vllaznia. Ata që u nderuan me këtë çmim pas vdekjes janë Ymer Striniqi, Ramadan Bigza dhe Mejdan Zhivani. Gjithashtu me certifikata mirënjohje u nderuan edhe dy gazetarët, Namik Mehmeti dhe Gaspar Marku. Me respekt dhe mirënjohje, kujtojmë figurën e Ymer Striniqit, i cili me zërin e tij unik në radio, televizion dhe shtypin e shkruar, u bë simbol i komentit sportiv shqiptar dhe mbeti shembull profesionalizmi, pasioni dhe përkushtimi në promovimin e sportit. Po ashtu, nderojmë gazetarin Ramadan Bigza, i cili përmes punës së tij në Shkodër, Tiranë, Athinë dhe Mexher, solli tek lexuesi shqiptar jo vetëm kronikën sportive, por dhe realitetin e komunitetit ton në emigracion, duke mbetur figurë e çmuar për dashurinë e tij të pashuar për sportin. Në këtë ditë kujtojmë kontributin e Mejdan Zhivanit, gazetar dhe komentator i talentuar, i cili edhe pse nda nga jeta në një moshë të re, la gjurmë të pashlyeshme në median sportive, sidomos përmes rubrikës sportive dhe mediave lokale të Shkodrës, duke bërë shembull i pasioni dhe i përkushtimit. Gjithashtu, nderojmë figurën e gazetarit veteran Namik Mehmeti, një nga pionerët e gazetarisë sportive shqiptare me mbi gjysmë shekull i kontribut. Ai ka sjellë në dritë histori të lëna në harres, ka promovuar sportet e qytetit ton dhe ka ngritur lart emrin e Shkodrës. Po ashtu, shprehim mirënjohje për gazetarin Gaspar Marku, i cili edhe sot mbetet një zë i fuqishëm i media sportive, përmes medias lokale e kombëtare, portaleve sportive, organizatave profesionale, ka plesuruar me besnikëri, vizion dhe pasion aktivitetet sportive të qytetit tonë. Sot jemi mbledhur për të nderuar disa prej emrave më të shuar të gazetarisë sportive shqiptare, Ymer Striniqi, Ramadan Bigzën, Mejdan Zhivanin, Namik Mehmetin dhe Gaspar Markun. Këto personalitete, secili në mënyrën e vet, kanë kontribuar që sporti dhe sidomos futbolli të pasqyrohet me profesionalizëm, pasion dhe dashuri për të vërtetën. Si presidenti i Vllaznisë, ndjej kënaqëri dhe mirënjohje për punën e tyre, sepse fal tyre brezat e tërë tifozësh, sportdasësh dhe qytetarësh e ka djegër dhe dashur më shumë skuadrën tonë dhe sportin shqiptar në përgjithësi. Nderohen dhe respektohen me një vlerësim për cilin i gjithë populli i Shkodrës besoj se në unanimitet plot duart trokiste e do të donte t'i dërgonte një përqafim të ngrohtë atyre që prehen paq, dhe që emri i tyre ka jetuar e do të jetoj bashk me aktivitetin që ato i dhuruan qytetit Shkodrës, tifozëve të Vllaznisë, duke mbetur në përjetësi. Ky vlerësim shihet si një hap domethënës në ndërim të figurave të Ymer Striniqit, Ramadan Bigzës, Mejdan Zhivanit, Namik Mehmetit dhe Gaspar Markut, që kanë kontribuar përmes pasionit dhe profesionalizmit në promovimin e sportit shkodran dhe ekipit legjendar të Vllaznisë.